këtë pamje manice mbi detin jon, plazhin fantastik të Palasës, është suita prezidenciale e hotelit Green Coast Hotel M Gallery Collection, i cili është i pari hotel me 5 yje plus Shqipëri dhe i pari hotel international brand i kompanisë Accor në të gjithë Bregdetin nga Durrësi deri këtu. Kjo është pjesa terracës madhe ku është ngrënia outdoor për 8 persona, pjesa ku mund të bësh plazh me një pamje që shkon nga Proi Palasës deri në fillim të Karaburunit. Kjo është pjesa e living roomit, e cila është e gjitha me pjesën e ndenjes, televizorin, ngrënien indoor në momentet që është ftohtë në dimër ose në ditët e verës shumë të nxehta. Kjo është pjesa e konsolës ku mbahen minibari, pjesa e kafes dhe gjithçka tjetër. Ndërkohë është banja e ditës që shërben për pjesën e living roomit dhe shkojmë tek gjëja ndoshta më interesante, që është dhoma e gjumit. Është kjo dhomë gjumi e cila ka krevatin, ka pjesën e konsolës, televizorin. Gjëja më interesante është që gjithçka brenda saj është prej lëkure. Shiheni, kjo është kutia për të hedhur laundry service, për të hedhur plaçkat e palara. Ti i hedh brenda, i mbulon dhe i marrin. Kjo është pjesa për letrat, kjo është gjëja që lidhet me akullin dhe pjesa më e bukur e gjithë suitës padyshim është banja. Shiheni se çfarë banje, e cila ka 2 faqe të mëdha xhami, llogarit të bësh dushin duke qenë këtu, 2 faqe të mëdha xhami që shohin në këtë terracë dhe bashkohen me terracën e dhomës gjumit dhe të dhomës tjetër gjumit, sepse suita ka 2 dhoma gjumi. 130 metra katror kushton 1200 deri 1500 euro, një nga suitat më të bukura të Bregdetit të Shqipërisë. Më e bukur e Bregdetit të Shqipërisë dhe më e bukur e Shqipërisë.